Të nderuar shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të pasdites për të folur për temën e ditës me personalitetin e ditës. Në fakt është kjo rutina stresuese e cila çdo ditë është e pranishme në mes nesh, pikërisht është stresi, ankthi, frika dhe situata jo fort favorshme dhe të volitshme në jetën tonë që na bëjnë neve të mendojmë se çfarë në fakt është lumturia. Është kënaqësi e përkohshme, është lumturi, është rehati, është qetësi shpirtërore. Pra, si deri tek një jetë e qetë dhe e lumtur. Do të mundohemi që t'i marrim disa këshilla dhe uroj që t'ju ndikojnë pozitivisht juve, neve dhe të gjithë shoqërisë, nga opinionisti i ftuar sot në emisionin tonë për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, Belkis Latifi. Përshëndetje Belkis dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit shumë që gjithmonë ndani kohë për emisionin tonë për të folur për tema të tilla pozitive dhe që në opinion ndikojnë shumë pozitivisht. Ju keni shkruar edhe libër për këtë temë. Kësaj radhe do flasim si deri tek një jetë e qetë dhe e lumtur. Fillimisht çfarë na ndihmon për të pasur një jetë të qetë, le t'i themi? Fillimisht me qenë se neve do t'i zbërthejmë disa prej elementeve shumë të rëndësishme dal nga dal në vijim, derisa të arrim do t'a japim një pasqyrim paksa më gjerë dhe më të saktë në lidhje mbi këtë tematik, por fillimisht do për të nisur, do e kishim nisur me një gjë e cila ka të bëjë me çështjen e vetës, do në punën të cilën individi duhet ta bëjë me veten e tij. Pastaj, kur neve do të punojmë me veten tonë, kjo do të ndikojë edhe tek mënyra se si neve do t'i shohim tjerët. E pastaj mënyra se si ne i shohim tjerët, gjithashtu ka të bëjë përsëri me ne. Sepse neve, nëse ndokë e shohim nga një këndvështrim i keq, e shohim si person i keq, dhe kështu me radhë, kjo gjithsesi që do të ndikojë edhe në disponimin tonë. Për shembull, do të ulet pranë nesh dhe neve do ta shohim me syrin e keq, do ta shohim me syrin kritik, do ta shohim si person me energji negative, apo më e thjeshta si një person i keq. Në atë moment neve nuk do të ndihemi rehat përgjatë asaj ndeje, neve nuk do të ndihemi komod përgjatë bisedës që do ta bëjmë me të. Prandaj është një rregull të cilën e thot njëri nga njohësit e këtyre punëve, thot gjeje ëmbëlsi në zemrën tënde, që pastaj të gjesh ëmbëlsi në çdo zemër tjetër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme si piknisje, sepse mënyra se si neve i shohim të tjerët tregon në realitet atë edhe se si ne jemi. Sepse një person, në qoftë se i sheh të gjithë njerëzit si vjedhës dhe mendon se në mendjet e tyre gjithmonë ata mendojnë se si të vjedhin. Në realitet ka diçka tjetër këtu. Ndoshta ai vetë është i tillë dhe pastaj i sheh të gjithë të tjerët se janë të tillë. Pra, njeriu, sikurse është vetë, mendon se gjithë të tjerët janë të tillë. Prandaj është shumë e rëndësishme që neve ta rregullojmë pikpamjen se si neve do t'i shohim të tjerët. Neve, në momentin që do të gjejmë ëmbëlsi në zemrën tonë, neve pastaj do ta kemi shumë më lehtë që të gjejmë ëmbëlsi në zemrat e të tjerëve, që të shohim anët e mira tek njerëzit e tjerë. Për shembull, gjithashtu në lidhje me këtë është një thënie thotë: ajo të cilën juve e shihni tek unë, ajo nuk është e imja, ajo është e juaja. Ajo çfarë unë e shoh tek ju, ajo është e imja. Pra, në qoftë se unë tek ju shoh gjërat e bukura, me qenë se çdo personalitet, çdo karakter njerëzor, sigurisht që ka edhe anët e tij pozitive, por ndoshta ka edhe pikat e dobëta, ka anët negative dhe kështu me radhë. Por esenca është se në qoftë se unë jam i prirë që tek ju si personalitet t'i shoh anët e mira, t'i shoh anët pozitive të çështjes, t'i shoh vetëm gjërat e bukura që juve i keni, në realitet ai atëherë jam unë. Sepse unë qenë kam ai i cili dua që të shoh gjërat e bukura, kurse ajo çfarë juve do të shihni tek unë, në realitet jeni ju. Sepse ju jeni e prirë të shihni ato gjërat të cilat ju dëshironi të shihni, apo madje edhe ju vetë ndjeni. E personi atë çfarë ndjen vetë e shet tek tjetri. Për shembull, personi e dëshiron pozitivitetin, edhe teksa bisedon me ndikë, ai mundohet që ta shoh personin që ka pozitiv, sepse syri i tij këtu është. Ai dëshiron që të sheh pozitivitetin, e sheh pozitivitetin. Kurse tjetri është i prirë që t'i vlerësoj njerëzit vetëm negativisht. Është i prirë për të dhënë vetëm kritika. Është i prirë vetëm që t'i sheh gabimet e të tjerëve.
në moment që do të ulemi, do të pim kafen, dhe brenda bisedës teksa po zhvillohet, ai mendja e tij do të jetë e fokusuar deri në momentin kur ai do të bëjë ndonjë gabim. Dhe ai me të do të kënaqet në thonjëza, edhe do ta sheh vetëm këtë gjë e pastaj do të fokusohet biseda në vijim vetëm tek gabimi të cilin personi tjetër e bëri. Po kjo nuk është e tjetrit, kjo është e jotja, sepse ti i prirë ti shoh gjërat tek ai të tilla. Andaj, neve do të munduemi që të punojmë me veten tonë. Fillimisht të gjejmë ëmbëlsinë në zemrën tonë. Kur do ta gjejmë neve ëmbëlsinë, e pastaj do të shohim sepse porositë të cilat vijojnë e ndihmojnë këtë pjesën e parë, se si neve, sepse neve po themi thjesht të gjejmë ëmbëlsinë në zemrën tonë. Po pastaj si ta gjejmë këtë, neve do të shohim në vazhdim edhe disa porositë të tjera të cilat na ndihmojnë në këtë rrugtim. Mirë po, kjo është baza. Do të thotë kur neve do ta gjejmë ëmbëlsinë në zemrën tonë, do të jemi të prirë të shohim njerëzit si fillimisht generalisht si njerëzit të mirë. Do të mundohemi që të shohim të tjerët më të mirë se ne. Do të mundohemi të shohim të tjerët si njerëzi paqësor, si njerëzi të cilët ja duan të mirën njerëzimit, si njerëzit të cilët dëshirojnë të bëjnë mirë. Në atë rast, pastaj shumë më lehtë do të jetë edhe qasja jonë, kur do ta trajtojmë atë, sepse neve kur do të llogarisim për dikë se është njeri i mirë, pastaj edhe qasja jonë kundrejt tij do të jetë e mirë. Kurse neve në të kundërtën nëse priremi të shohim vetëm të këqij njerëzit, masën e gjerë, atëherë kjo do të ndikojë edhe tek ne, sepse qasja jonë pastaj kundrejt tyre do të jetë e keqe. Po megjithatë dëgjojmë shpesh atë që e përmenda dhe në fillim të emisionit, kënaqësia dhe lumturia. Çfarë do të thotë njëra dhe çfarë tjetra? Është e njëjtë apo dallojnë? Shumë pyetje e mirë kjo, sepse vazhdimisht njerëzit thonë për shembull kënaqësia, lumturia, në të shumtën e rasteve i përdorin si sinonime të njëra tjetrës, për shembull nuk e bëjnë dallimin mes tyre, kur aludojnë në atë në kënaqësinë, për shembull, aludojnë në një jetë të mirë, aludojnë realisht në një jetë të lumtur. Pra, kënaqësinë do të thotë e zbërthejnë, e elaborojnë se personi i cili ka kënaqësi do të thotë se ka një jetë të lumtur. Ja, është i kënaqur, pra është një jetë e lumtur. Këtu duhet bërë dallimi mes kënaqësisë edhe lumturisë. Sepse dallimi është këtu. Lumturia nuk varet nga kënaqësia vetëm, por nga gjetja, nga mënyra e gjetjes së kuptimit të jetës. Këtu është dallimi. Pra, kënaqësi njerëzit mund të përjetojnë lloje të ndryshme të kënaqësive, por kjo nuk do të thotë se ata janë të lumtur, sepse lumturia më pak varet nga kënaqësia, kurse më shumë varet nga gjetja e kuptimit të jetës. Kur njeriu do ta gjejë kuptimin e drejtë, kuptimin e saktë mbi jetën, atëherë ai do të jetë i lumtur. E pastaj, a do të përjetojë kënaqësi apo nuk do të përjetojë kënaqësi, kjo nuk është faktor determinues e cila e përcakton, nuk është faktori kryesor që e përcakton se personi a do të jetë i lumtur. Pastaj nuk luan rol a do të përjetojë kënaqësi, a nuk do të përjetojë kënaqësi. Dhe kjo dëshmohet shumë qartazi, shumë në mënyrë të kristalt në jetën e përditshme. Çfarë ndodh? Për shembull, njerëzit përjetojnë kënaqësi të ndryshme. Për shembull, ka person që ati i dhuron kënaqësi vizita në vende të ndryshme. Dhe ai viziton vende të ndryshme. Sigurisht që përjeton kënaqësi. Ndokujt, për shembull, i jep kënaqësi vozitja e makinave luksoze, vozitja e makinave të reja, me modeleve më të reja. Ndokujt i jep kënaqësi posedimi i një telefoni më të ri, të verzionit më të fundit, dhe varet prej njerëzve. Mirë po, si është e mundur që personat të cilët përjetojnë kënaqësi, ka vizituar vende të ndryshme të botës, e posedon makinën, e posedon celularin më të mirë, dhe kështu me radhë, dhe pastaj, pasi i përjeton këta kënaqësi, pas një jave, thot jam i mërzitur, jam në depresion. Si ndodhi kjo? Po përjeton kënaqësi, po përse nuk është e i lumtur? Në qoftë se të qenit të bërit kënaqësi të ndryshme, nënkupton edhe të jesh i lumtur, përse ndodh tek njerëzit që përjetojnë kënaqësi të ndryshme, të cilat ata i mendojnë si të tilla, i posedojnë të hollat në numër të madh, posedojnë gjendje të mirë, dua të them materiale, posedojnë makina, jetë, luksi, bëjnë pushime në vende të ndryshme dhe kështu me radhë. Dhe pastaj i njëjti, e kemi hasur në praktikë, në shoqëritë tona, i njëjti thotë, nuk jam mirë,
jam në depresion, nuk më jetohet. Pse ndodhi kjo? Sepse të qenit i lumtur nuk më varet vetëm nga përjetimi i kënaqësive, por nga gjetja e kuptimit të jetës. Në moment që njeriu e ka gjetur një kuptim të sakt, një kuptim të drejtë, të bukur, mbi jetën, pastaj ai do të jetë i lumtur, edhe në momentin kur ta ketë celularin më të vjetër, edhe në momentin kur jo që do të ketë makinë të vjetër, nuk do të ketë fare makinë, edhe në momentin kur shtëpia ndoshta është e vjetër. Ky do të jetë më i lumtur se personi tjetër. Edhe këtë e dëshmon jeta. Për shembull, brenda pallateve luksoze, brenda pallateve të mëdha, brenda një pasurie të pafundme, mbretëron dhe lulëzon depresioni. Ndërkaq, në të njëjtën kohë, brenda një kasole të vjetër, brenda lulëzon buzëqeshja, lulëzon kënaqësia brenda atyre antarëve të familjes. Kjo nuk kupton se jo, fokusi in duhet të jetë që të gjejmë edhe këtë pikë të cilën po e them, në vazhdim do ta elaborojmë se çfarë do të thotë dhe si ta gjejmë dhe ku është ai kuptimi i saktë mbi jetën dhe çfarë duhet bërë që neve ta arrijmë këtë kuptimin e drejtë mbi jetën që pastaj kjo të rezultojë me lumturinë, sepse lumturi do të thotë gjetje e një kuptimi të drejtë, e një kuptimi të bukur mbi jetën. Në qoftë se kjo rregullohet, pastaj çdo gjë tjetër do të jetë kënaqësi. Por jo se siç e mendon masa e gjerë, por ai do t'i përjetoj. E pastaj lumturia kur do të jetë, çdo gjë do të jetë e kënaqshme për të, sepse ai e ka arritur thelbin. Andaj këtu është gabimi të cilën e bëjnë njerëzit, sepse mendojnë se arritja dhe përjetimi i kënaqësive të ndryshme do t'i bëjë ata të lumtur. Pastaj i përjetojnë ata kënaqësi, por sërish tek ata nuk vjen lumturia. Ku është problemi? Do të thënë dallon kënaqësia nga lumturia. Sigurisht. Është më shumë individuale. Por se gjithashtu të flasim pak edhe për atë aspektin tjetër që me cilin përballemi çdo ditë, pra jeta ka dhe situata tjera të vështira, jo të favorshme, brenga të ndryshme. Si të jetë pozicionimi ynë kafshi këtyre rasteve? Shumë bukur e thatë, sepse neve po flasim tani për gjërat e bukura, për gjërat e mira, për gjërat pozitive dhe kështu me radhë. Dhe ndokush në ndërkohë mund të ndërhyjë dhe të thotë në rregull, por ne nuk mund të dalim jashtë realitetit. Jeta sjell edhe dhimbje, edhe vuajtje, edhe pikëllim, edhe mërzi, edhe kështu me radhë. Pra, i ka edhe situatat, do në të thotë, të disfavorshme për të. Në rregull, por këtu është një rregull shumë e rëndësishme. Ajo të cilën e tha Fjodor Dostojevski. Mos sjell tha një dhimbje, të sjell një kryevepër. Po, fiks. Mos sjell një dhimbje, të sjell një kryevepër. Në qoftë se neve i futemi kësaj thënie, më në thellësi dhe mundohemi ta elaborojmë, ta zbërthejmë, ta dekomponojmë, se çfarë do të thotë dhe mesazhet që mund t'i nxjerrim nga kjo thënie e Dostojevskit janë shumë të rëndësishme, sepse në këtë rast për autorin është dhimbje dhe kjo situatë është në pikpamje të parë e disfavorshme, është në disfavorin e tij. Kush dëshiron që të ketë dhimbje? Askush në botë, por a neve, a mund t'i shmangemi dhimbjeve? A ka mundësi ndonjë njeri në botë, ndonjëherë përgjatë gjithë jetës, t'i shmanget dhimbjeve, asnjëherë në jetë mos përjetoj dhimbje? Nuk mundet. Mirë po, çfarë duhet bërë në këtë rast? Me këto dhimbje të cilat na i shkakton jeta, apo të cilat neve ja shkaktojmë vetvetes son, apo na i shkakton tjetri. Dhe kështu me radhë, neve kemi mundësi që të tillat t'i shndrojmë në situata nga të disfavorshme në favorin ton. Për shembull, në momentet, janë këtë rast për autorin, në moment që ai ka dhimbje, sigurisht që hapen horizonte të reja. Momentin kur personi ka dhimbje të madhe, ka pikëllime, ka mërzi, mund të thotë ca fjalë të cilat nuk mund t'i thotë asnjëherë tjetër. Mund t'i hapen ca horizonte të cilat në situata normale, në situata të thjeshta, nuk i hapen asnjëherë. Kjo çfarë do të thotë? Përgjatë jetës, në qoftë se neve na ndodhin gjëra të cilat nuk janë të mirëpritura, nuk janë në përputhshmëri me pritshmëritë tona. Në këtë rast neve përsëri mund ta shndrojmë situatën në favorin ton. Si? Neve do të marrim mësim. Neve në këtë rast do të marrim përvojë dhe kjo situatë e cila në pikpamje të parë ishte shumë në dëm tonin, neve duke elaboruar, duke medituar, duke e zbërthyer, duke fituar përvoja të reja, duke nisur tani që nga fillimi, apo duke u munduar ta përmirësojmë situatën e parë, kjo pastaj do të na shërbej për ngritjen tonë, përkundrazi se ç'mund ta merr tjetri edhe të dëshpërohet. Jo, këta lloj situata
për neve mund të jenë vetëm në epërsi. Edhe pse në pikpamje të parë, na shkakton jeta plak, na shkakton jeta dhimbje. Por në këtë rast neve do të piqemi. Në qoftë se ndoshta ajo dhimbje, ajo plak që ka ardhur tek ne, nënkupton dhe shërben epërsi për ne, sepse neve tani do të jemi më të pjekur për situata dhe rrethana të reja. Ndoshta ajo plak e cila të është shkaktuar do të ndihmoj shumë për gjatë jetës në vijim, ndoshta ajo plak që e ke marrë në moshën 25 vjeçare, ndoshta do të shërbej në moshën 50 vjeçare, ndoshta ajo përvojë e hidhur të cilën e ke kaluar gjatë jetës, pastaj si rrjedhoja e saj të ka ndihmuar që të i kalosh pastaj gjatë jetës në të ardhmen shumë situata të tjera. E pastaj kur ju ndodh kjo njerëzve, thonë, shqyr që më ndodhi ajo që dukesh se është në dëm timin, shqyr që më ndodhi, sepse po të mos më kishte ndodhur ajo, unë nuk do të isha pozicionuar drejt dhe sakt në këto situatat e reja të jetës. Pra ajo që neve mendojmë se është në dëmin ton, ajo del edhe mundet të jetë shumë më shumë në dobin ton se sa në dëm për ne, edhe pse në pikpamje të parë duket si e tillë. Prandaj mos u ngut, nuk ka situata të disfavorshme, por nëse ti dëshiron që të jenë të tilla. Dhe nuk punon për të shndruar ato në situata të cilat do të jenë në epërsi për ty dhe jo në disfavorin tënd. Megjithatë, cila do të ishte ajo porosia ose këshilla që duhet të kemi në jetë në këtë drejtim, që në të njëjtën kohë çfarë duhet të porosisim edhe brezat e ri të cilat vijnë pas nesh, sepse e dim zakonisht janë këto brezat e ri të cilët përballen me disa pasiguri, le t'i themi, ankth, frikë, ndrojtje, stres. Çfarë do të kishim porositur? Kjo është shumë e rëndësishme dhe këtu ndoshta është palca. E gjithë bisedës këtu mund të jetë palca që pastaj neve të kemi një jetë të qetë edhe të lumtur. Këtu është ajo, si me thonë, bërthama, substanca e bisedës, është këtu. Një person shkoi dhe e pyeti një njeri të urtë, urtakët japin perla, shkoi dhe e pyeti dhe i tha, çfarë është një punë e cila më sjell fitim dhe mundësi të mëdha në karrierë, më sjell edhe fitim edhe karrierë të madhe. A mund të ma tregosh një punë të tillë? Unë të kem edhe fitim, edhe të kem do të thotë një karrierë të madhe në jetë. Ma trego një punë. Personi i urtë buzëqeshi edhe i tha, bëhu njeri i mirë, sepse për këtë ka shumë mundësi, kurse pak konkurrencë. Këtu është një çështje shumë e rëndësishme. Neve pleqët për shembull, kur na e kanë transmetuar se çfarë u kanë thënë dhe çfarë i kanë porositur të rinjët në atë kohë, e fjalët e tyre janë shumë herë për të ndalur, për të analizuar, për të medituar, për të zbërthyer, sepse janë përvoja jete, nuk janë të thëna vetëm së koti. I ka thënë, o birë, ti çfarë do mund bëhesh, por bëu njeri. Suksesi më i madh që mund të arrijë ndokush në këtë botë është që të jetë njeri i mirë. Epiteti njeri i mirë, ky lloj epiteti është epiteti më i madh nga të gjitha epitetet që mund t'i ketë ndokush. Pavarësisht çfarë lloj epitetesh qofshin ato. Kur neve do ta kemi qartë në jetë se për të pasur jetë qetë dhe të lumtur, nuk nevojitet që neve të kemi diçka, nuk nevojitet të jemi me poste udhëheqëse, nuk nevojitet të jemi të famshëm, nuk nevojitet që të kemi të holla të majme. Jo, por të jemi njeri i mirë. Të nisemi nga ky pryzëm, të nisemi nga kjo perspektivë, të nisemi nga kjo qasje. Në këtë jetë, puna më e mirë që të sjell do të thotë fitim edhe karrierë më të madhe në jetë, është të jesh njeri i mirë. A është vështirë kjo? Nuk është vështirë. Fillimisht, kur neve do të mundohemi ta instalojmë veten tonë që të mundohemi të bëhemi njerëz të mirë, që njerëzit e tjerë për ty të thonë, ky është njeri i mirë. Në qoftë se neve do të arrijmë në shoqërinë tonë këtë lloj epiteti, s'ka gjë më të madhe që mund të arrish në jetë, sepse të gjitha gjërat e tjera, po që se do t'i arrish, dhe nuk e ke këtë të parën, nuk vlen asgjë. Çfarë do të duhen sukseset e tjera në jetë që i ke korrur, apo neve do t'i korrim, kur për neve do të jetë
epiteti nuk është njeri i mirë, largohu prej tij, ik prej tij dhe kështu me radhë. Çfarë do të na vyej? Çfarë do të na vyej kur neve? Edhe këtu Ariana mund të shkatrohen brezat e rinj që vinë. Kur një prind do ta ushqej zemrën e djalit apo vajzës së tij, nëse një prind do ta ushqej, do të mundohet ta instaloj këtë vizion tek fëmiu i tij, tek vajza apo djali, ai do ta shkatroj. Dhe këtu e shkatrojmë brezin e rinj, ata të cilët po vinë. Si i shkatrojmë? Duke i thënë, biri im apo vajza ime, mundohu që ta përfundosh shkollimin, mundohu që të futesh në dokun, të bësh sa më shumë të holla, të ndërtosh shtëpinë, të kesh një makinë luksoze, dhe kur ai fëmijë rritet me këtë mentalitet, ai vetëm se shkon në kahje krejtësisht të kundër me lumturinë dhe qetësinë, të cilën ai do ta kërkojë më vonë, edhe pasi t'i arrijë këto që ja dha prindi i tij. Kurse çdo prindër ka mundësi që fillimisht të mundohet ta mishroj në karakterin e fëmijës të tij që ai e ka të lehtë rrugën, sepse e gjitha çfarë kërkohet nga ai është të jetë njeri i mirë. Edhe të mundohet që të investojë në këtë drejtim. Kur do të punojë që ai të jetë njeri i mirë, vajza apo djali i tij, pastaj fare pak kanë rëndësi këta të tjerat. Atëherë, edhe po të arrihen, ka kuptim, sepse e ka të parën, është njeri i mirë, edhe kur do t'i arrijë të tjerat, do të bëhet një njeri i shkolluar, i arsimuar, do të bëhet punëtor dhe kështu me radhë, një biznesmen, një profesor i shquar dhe kështu me radhë, do të kenë të gjitha kuptim. Por nëse ky do t'i arrijë këta të tjerat, atëherë do ta ndjej zbrastin shpirtërore e të qenit njeri i mirë, e pastaj shumë lehtë do të bie në depresion, sepse mungon themeli. Dhe kur mungon themeli nuk mund të ndërtosh katin e parë dhe katin e dytë dhe kështu me radhë. Po. Përveç kësaj duhet të ndalim në një tjetër rregull, thënë më mirë një rregull konkrete. A mund të na përmendni një rregull konkrete e cila na bën që të jemi më të qetë, më të lumtur dhe që është e kundërta e mosrehatisë? Një person i mensur, kur ka folur për këtë gjë, e ka përmendur një thënie. Ai thot, nuk jam as e kaluar, as e ardhme. Unë jam nëna e çdo çasti. Gjithashtu edhe këtu është e bërthama për një jetë lumtur. Ajo substanca e muhabetit. Këtu është. Çfarë do të kupton kjo? Neve duhet që të mundohemi që t'i shijojmë çastet brenda ditës. Për shembull, neve zgjohemi në 7 të mëngjesit. Dhe kur vjen ora 10 e mbrëmjes, neve përgatitemi që të flejmë. Dhe po që se na pyet ndokush, çfarë çasti shijove sot? Përgjigjja ndoshta e shumicës do të jetë asnjë çast. Ishte një ditë e zakonshme, një ditë rutinë. Pse ndodhën kjo? Kjo ndodh sepse neve nuk e kemi shijuar çastet brenda ditës. Kurse për të shijuar çastet, nuk duhet ndodh diçka jashtëzakonshme brenda asaj dite. Nuk duhet ndodh diçka e cila nuk ka ndodhur ditët e tjera. Jo, vetëm duhet ndëruar vizioni. Vetëm ndëroje perspektivën. Si i shet gjërat, do të ndodh diçka e kënaqshme. Për shembull, ndokush mund të ketë një çast të cilin e shijon, ai çast mund të jetë pirja e kafes në mëngjes. Për shembull, ai e mendon e ka ngulitur në kokë që në momentin kur zgjohem, i kam gjysmë ore për ta pirë kafën e mëngjesit para se të filloj dita. Dhe ky moment për mua përbën një satisfaksion të veçantë. Dhe çfarë bën ai? Zgjohet në mëngjes, edhe e ka planifikuar. Kjo është gjysmë ore e imja. Vetëm për mua. Unë me veten time do ta shijoj. Edhe ulet në tavolinë, edhe telefonin e largon. Shkyqet nga rrjetet sociale. E bën kafën, ulet, ta pi kafën, ta shijoj kafën, është duke shijuar çastin. Kjo mund ndodh çdo ditë, por përbën një kënaqësi të llojit veçantë, përbën një lumturi, momentet kur çka? E mora për shembull, do ta pish kafën në mëngjes. Shijoje atë moment. Mbrëmje kur të bish të flej, mendoj se nesër kur do të zgjohesh, do ta shijosh momentin duke pirë kafën, që nuk po bën diçka të jashtëzakonshme, por je prezent. Me mendje dhe me zemër, je prezent. Aty je, duke e pirë, e shijon. Dhe në këtë rast kur do ta shijosh, do të përjetosh kënaqësi të llojit veçantë. E pastaj, sa më shumë neve e kalisim veten tonë që brenda ditës të krijojmë çaste të tilla, aq më shumë do të jemi të kënaqur, rrjedhimisht do të jemi drejt kuptimit për një jetë të lumtur. Çfarë nën kupton kjo?
sa më shumë çaste brenda ditës, ato që ndodhin, gjërat e zakonshme, rutina, jo diçka e jashtëzakonshme. Sepse ndokush thot, sot jam kënaqur. Pse? Sepse ndodhi kjo dhe kjo gjë dhe kjo gjë, të cilën ai se ka pritur apo ka dashur ta realizoj, e ka realizuar. Është i kënaqur. Nesër thot ishte një ditë e zakonshme rutinë. Jo. Filloi mëngjesi, po, e pin kafën, po, e shijove momentin çastin, po. Tani çfarë bën? Nisesh për të shkuar në punë. Kur nisesh për të shkuar në punë, duhet mendja të jetë prezent, duhet ta përjetosh, jam duke shkuar në punë. Të kënaqesh edhe në momentin teksa shkon rrugës. Kur fillon ta bësh punën, ta shohësh çastin, punën të cilën e bën, ti je prezent në moment, të mundosh të japësh shpirt, ta përjetosh punën të cilën je duke e bërë. Ajo gjithashtu do të përjetoj, do të jep kënaqësi, do të përjetoj çaste të bukura shpirtërore, sepse do ta përjetosh atë që e punon. E kjo pastaj do të kënaq, e kjo do të rrjedh 8 orë. Do të kthehesh në shtëpi. Qëllimi, fokusi yt do të jetë unë po shkoj tek familja. Ti duhet të jesh i kënaqur, po shkon tek familja. A ka gjë më të bukur? A ka gjë më të mirë? Po kthehesh tek familja. Kur kthehesh tek familja, biseda që do ta zhvillosh brenda familjes, po duhet të jesh prezent. Për shembull, çfarë ndodh? Neve e gjitha çfarë duhet të bëjmë? Duhet të fokusohemi. Në moment të jemi aty edhe në moment. Për shembull, dikush bisedon me nënën e saj. Bisedon me nënën, i duket një bisedë e zakonshme, një bisedë rutinë. Në qoftë se njëti person bisedon me një person autoritativ, me një person me pozitë të lartë, do të jetë koncentrimi më i madh, po mos e bëft që ai të flet ndonjë fjalë, lëvdate, miradije për të, si do të ndihet brenda? Do të ndihet shumë i lumtur do të ndihet, apo pse? Sepse një person autoritativ, do thotë tani do të bëhet mirë. Kurse kur bisedon me nënën, i duket një bisedë e zakonshme, rutinë, e aty e ka mendjen. Ndërkaq, kur të flet nëna me ty, apo babai, është për ty më e madhe se sa të flet cili do person në botë. Është më e madhe se sa të flet personi autoritativ. Vëmendja, kur do të flet nëna, ta ndëgjosh me vëmendje. Mos lëvizësh, të futesh brenda në bisedë me të, ta shijosh bisedën, të kënaqesh teksa bisedon, duke pasur qëllimin, mendjen, shpirtin prezent, po flas me nënën. A ka gjë më të bukur? Ta shijosh atë çast, ta shijosh atë moment me babain, ndokush me bashkëshortën, me fëmijët, prezenca, kur ti je duke qëndruar brenda familjes, nuk është gjë e vogël. Ja ulur familja dhe po shikojnë televizor. Ti je aty dhe në moment, mundohesh ta përjetosh atë çast. Kjo është nuk jam as e kaluar, as e ardhme. Unë jam nëna e çdo çasti. Kur neve pastaj kjo është celula, sekreti për një jetë lumtur. Sa më shumë. E kjo pastaj kjo don kohë. Neve duhet përgatitemi që të mund të arrijmë deri në këtë lloj kategorish, sepse nuk është lehtë ta përjetosh çdo çast. Po pastaj brenda ditës, sa më shumë çaste mund të përjetosh, aq më shumë do të ndjesh kënaqësi. Kurse për të përjetuar këta çaste, s'duhet të ndodhë asgjë jashtë asaj që po të ndodh vazhdimisht, por nuk e ke vëmendjen aty ku duhet ta kesh. Pra, në një ambient familjar, teksa po qëndroni dhe po pin lëng, po pin çaj të zi, pavarësisht ti je ai moment i kënaqshëm për ti, të mundohesh ta përjetosh, ti je me shpirt. Ti je me shpirt, japi shpirt atij momenti. Je brenda ditës, për shembull, ulesh me ndokë për të pirë kafen. Ti je prezent dhe mendja yt të thot, tani do të ulem me filan shokun, me filan shoqen. Tu ulem bisedoj me të, edhe përgjatë atyre momenteve gjeneron personi kënaqësi. E dëgjon me vëmendje, thot dua të mësoj diçka nga ky person, që ai vetë zgjedh, ai të mësoj diçka nga unë. Pra momenti, ai nuk është të bërë gjë të madhe, po del në kafe me ndonjë shok apo shoqe. Por ai moment, ai çast duhet të jetë mendja aty dhe në moment. Edhe për këtë shumë do të thotë përpiqen që ta elaborojnë edhe psikologët, sepse kjo është do të thotë çështje e cila lidhet edhe me mendje, edhe me zemër. Nëse neve do të përpiqemi që brenda ditës të instalojmë momente të cilat do të na kënaqin, e pastaj momentet e tilla janë të vazhdueshme, janë për çdo ditë. Kurse neve për çdo ditë po kënaqemi me momentet e tilla, në këtë rast çfarë jete e lumtur do të jetë kjo? Kurse pa ndodhur diçka jashtëzakonshme. Duke pirë çajin, personi thotë, jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur. Ta shikosh nuk është duke bërë gjë, as nuk është në vend luksos, as nuk ka hipur në makinë.
ndoshta nuk posedon shumë të holla, mezi do t'ja del brenda asaj dite, jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur. Nga i erdhi kjo? Është kjo të cilën neve po e bisedojmë. Sigurisht, plotësohesh shpirtërisht. Për rrugëtimin ton drejt një jete apo jetese më të bukur, nga duhet t'ja nisim? Pra çfarë duhet të bëjmë, do kisha thënë si fillim për të qenë të lumtur? Kjo është shumë e rëndësishme, teksa neve po flasim dhe po elaborojmë pika të ndryshme, ndoshta janë të gjëra dhe ndoshta ndokush nuk mundet që të kap diçka çfarë u bën nga t'ja nis, ja konkretisht. Një person, një nxënës, hyri tek mësuesi i tij dhe i tha, çfarë mund të bëj unë në të mirën e njerëzimit që tek njerëzimi të mbretëroj paqja. Unë tha dua të bëj diçka që tek njerëzimi të mbretëroj paqja. Më thuaj mësues, çfarë duhet bëj? Mësuesi i tha kështu, derën mos e përplas aq shumë. Sepse kur kishte hyrë personi, nxënësi, e kishte përplasur derën pak më shumë. Tha, tek ti, që dëshiron të kontribuosh për të mbretëruar paqja në botë, mos e përplas derën aq shumë. Nga aty fillon. Njëherë mos e përplas derën aq shumë, pastaj do të dalim tek çështjet e tjera se si të mbretëroj paqja në botë. Kjo çfarë nënkupton? Fillo me hapa të vegjël. Fillo me hapa të vegjël. Për shembull, ndokush nuk posedon harmoni në familje. Le të filloj që të mundohet ta rregulloj ambientin familjar. Sillet keq me nënën. Le të mundohet që ta ndëroj qasjen. Të mundohet që ta respektoj më shumë. Sillet keq me babain. Të mundohet ta ndryshoj një herë sjelljen me babain, pastaj neve do të dalim këtu të shohim se ku je dhe si mund të arrish deri tek lumturia. Njëherë ke hapat e vegjël. Hapat e vegjël është je person agresiv, mundohu ta ushqesh në karakterin tënd më shumë butësi. Reagon, je temperament, je më agresiv në situata të caktuara, mundohu që t'jesh më i butë. E ngre zërin, mundohet që të flasësh me zë më të ulët, më të qetë. Je një person nervoz, mundohu që ta frenosh zemrimin. Fillo me hapa të vegjël. Fillimisht detektoj brenda vetes tënde pikat e dobëta, detektoj veset apo shprehit e këqija negative, fillim detektoj duke punuar me veten, duke analizuar ku janë shprehit e mia të këqija, detektoj e pastaj fillo të merresh me ta. Jo me njëherë të arish shkallët e larta. Ka punë. Mirë po, fillimisht detektoj shprehit negative dhe fillo ti ndryshosh ata. Sepse kur do t'i ndryshosh këto gjërat e vogla, dal nga dal, pastaj do të mund të arish që të ndryshosh edhe problemet apo veset e këqija të mëdha të cilat i ke, që të mund të jesh më i qetë. Sepse si do të arish deri tek një jetë e qetë apo e lumtur, kur je shumë nervoz. Nervoza, zemrimi, hidhrimi nuk mund të janë e kundërta e një jete të qetë. Një person i qetë nuk mund të jetë nervoz. Nuk mund të jetë i nervozuar, nuk mund të jetë agresiv, nuk mund të jetë. Nëse posedon diçka tillë, mundohu ta ushqesh veten me butësi, duke e përbir hidhrimin, duke e frenuar hidhrimin. Je person shumë nervoz, je person shumë senzitiv. Mundohu që ta luftosh atë. Si? Përgjatë bisedës me dikë, ndokush mund të ta thotë një fjalë e cila tek ti do të shkaktoj zemrim të madh dhe do të mundosh që t'ja kthesh. Në atë moment frenoje zemrimin. Kur gjë nuk do të bësh. Çfarë duhet bëjmë tani? Fillo me këtë hap. Mos ja kthe atëherë kur edhe nga brenda do të vi për t'ja kthyer. Mos ja kthe. Ri i qetë. Po në këtë rast nga brenda do të kesh luftën më të madhe, sepse nga brenda do të vi që ta luftosh, ta sulmosh. Në këtë rast, nëse do ta frenosh këtë lloj zemrimi, e ke dhënë një provim shumë të madh. E herën e dytë, herën e tretë, kur do të kalojnë shumë momente të tilla duke e frenuar veten, pastaj do të jetë shumë lehtë që ta bësh pjesë përbërëse të karakterit edhe do të arrish deri tek qetësia. Por është lufta me vetveten. Pra janë vetëm këto faktorë, nuk luan dhe rol diçka tjetër në këtë drejtim? Këto faktorë, ka edhe faktorë tjerë, nuk e di se si jemi me kohën apo... Mund t'i përmendim, po. Po. Fillimisht janë disa prej faktorëve që neve pak a shumë do të thotë i kemi zbërthyer deri më tani, por do të mundohem që edhe një pikë ndoshta shumë të rëndësishme është që ta përmendi e që luan një rol të veçantë. Tash do t'i përmendi për shembull pikat. Janë 5 pika që sipas meje
mund të shojnë deri tek një jetë e qetë edhe një jetë e lumtur. Janë 5 pika. Për shembull, fillimisht duhet bërë e qartë se fama, pushteti dhe pasuria nuk janë faktor determinues për lumturinë e njeriut. Nuk janë faktor determinues. Sado që t'jenë të gjata, ato janë të përkohshme. Do të kalojnë. Nuk janë faktori determinues. Këtë duhet kuptuar. Ajo çfarë sjell gëzim, lumturi, qetësi dhe përmbushje shpirtërore janë këta 5 pika. Nëse tek një individ do të përmblidhen të gjitha këta pika, do të ketë një jetë të qetë, do të ketë një jetë të lumtur. Pika e parë është besimi në Zotin. Pra, besimi tek çdo person përbën një komponent bazë për të pasur një jetë të qetë edhe një jetë të lumtur. Pa këtë është goxha e vështirë. Ndoshta dhe jo ndoshta, por sigurisht e pamundur. Dhe në këtë drejtim kanë folur psikologë të ndryshëm, se shumë më të lehtë e kanë që ti trajtojnë pacientët të sëmurët, të cilët e kanë një besim të caktuar, se sa ata të cilët nuk besojnë fare. Këtë e kanë thonë psikologët ndër më të njohurit në botë dhe të cilët kanë përvojë mbi 30 vjeçare me pacientë të ndryshëm. Ata kanë thënë, personat të cilët e kanë një lloj besimi, e kanë shumë më të lehtë që ti trajtoj sesa personat që nuk besojnë fare. Pra besimi përbën elementin dhe komponentin bazë në këtë rrugtim. Dhe pa këtë do të jenë problematike çështjet e tjera. Së dyti është paqja me veten. Për pasur një jetë të lumtur, neve duhet gjejmë paqe me veten. Kur ta gjejmë paqen me veten, shumë më lehtë do të ketë. Çfarë nuk kupton paqja me veten? Kur Ariana do të korrë një sukses, unë do të jem paqe me veten. E kam pastruar shpirtin nga xhelozia. E kam larguar xhelozin, e kam larguar lakmin, sepse lakmia nuk mund të të bëjë të kesh jetë lumtur. Unë për shembull jam duke qëndruar në shtëpi, dhe ndokush është në një pushim të caktuar, unë lakmoj. Ajo me njëherë reagon dhe do ta zbejë lumturinë tënde, sepse ti nuk je e kënaqur me veten tënde. Duhet të jesh i kënaqur me gjendjen në cilën je. Dhe kjo të ndihmon që të jesh më i lumtur, dhe jo të lakmosh. E pastaj kjo përbën sfidë në vete, sepse është rrugtim i gjatë se si neve të mos lakmojmë. Së treti, kjo e dyta është shumë e rëndësishme, prandaj e radhita do të paqja që të jesh me veten. Duhet të pastrohemi neve nga gjërat të cilat na defokusojnë nga ky rrugtim për të pasur një jetë të qetë dhe të lumtur. Së treti është harmonia familjare. Neve duhet mundohemi që të krijojmë një ambient të bukur, ambient të qetë familjar. Për shembull, që brenda familjes, nëse brenda një shtëpie ka përplasje të mëdha, ka ngritje të zërit mes prindërve, mes fëmijëve, nuk mundet ky person të rrugtojë për një jetë të qetë dhe të lumtur, sepse nga aty fillohet. Dhe nëse këtu nuk është e rregulluar çështja, duhet mundohemi që fillimisht brenda familjes ta krijojmë një ambient të bukur, një ambient të qetë, një ambient gëzimi, një ambient afërsie dhe solidariteti brenda antarëve më të ngushtë të familjes. Kjo është element shumë i rëndësishëm. Së katërti, shoqëria e sinqertë. Do të thotë neve duhet që mundohemi, është pikë e vështirë, e kuptoj, që të mund gjejmë do të thotë shokë të cilët neve na duan, apo shoqet të mirën pa kushte dhe neve t'ua duam atyre të mirën pa kushte, është e vështirë, por nëse jemi në përpjekje e sipër, sigurisht që do të vim deri tek ta. Edhe në qoftë një aj, edhe në qoftë ai një mik për ti apo mike, mjafton. Ke gjetur një thesar të çmuar dhe kjo të ndihmon në rrugtimin tënd drejt qetësisë dhe lumturisë. Edhe e pesta, të bësh punën të cilën e dashuron. Sepse puna është një element shumë i rëndësishëm në jetën e njeriu. Do ta punoj me vite të tëra, me orë të tëra. Nëse do ta bëj punën që e dashuron, do t'i ndihmoj në rrugtimin e tij drejt një jete të qetë edhe të lumtur. Nëse nuk e bën punën të cilën e dashuron, sepse nuk i është mundsuar, do të mundohet që fillimisht ato që e bën ta doj, këtë që e bën të nis ta doj, deri në situata të caktuara. Nëse do të jetë i vendosur, nëse do të jetë konsistent, me punë të vazhdueshme, pa u dorëzuar asnjëherë, do të vi momenti do ta bëjë edhe punën që e dashuron, edhe do të mblidhen të gjitha 5 komponentët, edhe njeriu do të jetë i qetë dhe i lumtur. Atë që gjatë gjithë kohës po e diskutojmë se si të vim deri tek një jetë e qetë dhe e lumtur.
Faleminderit shumë Belkes për këto këshilla dhe porosi kaq të bukura për atë se si të jemi më të qetë shpirtërisht edhe më të lumtur, meqense lumturia nuk qen ka diçka që nuk mund të arri, mund të bëhet edhe me disa çaste rutinë të ditës tonë, mjafton që ne të ndjejmë kënaqësi dhe të jemi të lumtur. Unë falenderoj edhe një herë që ishe pjesë e emisionit dhe uroj që në të ardhmen të trajtojmë dhe tema të tilla shumë të nevojshme, pozitive për shoqërinë tonë bashkë. Sigurisht uroj që të kemi reflektuar pozitivisht tek ata të cilët na kanë dëgjuar. Edhe një herë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte e jona. Të nderuar shikues, ishte edhe kjo pasdita e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj deri në takimin e radhës. Bashkë mirupafshim.